Emergjenca është thirrja e parë sapo dikujt i përkeçësohet gjendja. 24 orë në 7 ditë të javës, stafi i emergjencës në spitalin në Mitrovicës janë gati për veprim. Krye-infermierja Gron Sumiçi ilustron se si veprohet me një rast urgjent. E mjeku Fetas Pahiu pret në gjendje gatishmërie. Ambulanca e ka marrë pacientin dhe po dërgohet në emergjencë për veprim. Shkoj Mustaf, njëftue emergjencën, jem të vepru një rast. Ekipa relevatore më po gati. Bil Mustaf me ambulancën. Shkoj në ka dhane, drejt në reanimacion, sa më përpërë. Shkej. Mirë është. Hajde levi veloze. Mirë shumë. A je mirë? Qysh për një vetë të mirë? Qysh je? Je mirë? Qëli gojnë, merë fri me goj. A je ma mirë? Po kjevin dhe marë shëfar të regonë? A më në shqykje? A je ma mirë stash? E pjesë të këto, po kam? Vazhdoj me procedura. Rejve, kam? Rejve? Ky rast është një simulim se si vepron emergjenca, ndërka që ekipi qëndron i gatshëm çdo herë për t'i dhënë ndihmë qytetarëve.